Dhe ka qenë dita e 5 e agjërimit veç me ujë për 21 ditë, pa ushqim, edhe qytetërisht ka qenë më e lehtë se dita e 4. Është hera parë që e mri shifrën në 100 kg në një kohë gjatë. Kjo ka ndodhur për 5 ditë. Në 5 ditë un kam humbur më shumë se 6 kg. Dhe siç e kam përmendur videot e tjera, nuk është humbje reale, mirë, po normalisht se prej kësaj peshe është humbje edhe masë tjamore. Çuditërisht, sot mëngjes, që sot është dita e 6, jam zgju me energji të mirë. Jam zgju shumë ma lehtë prej gjumit, edhe siç po duket, trupi ja ka nisë mu dërzu karshimeje. Pra kur ta shet trupit që unë nuk jam t'i dhënë ushqim më, ai fillon si burim kryesor me marrë vjamin prej trupit tim. Jam i surprizuar për të kanë, sepse në agjërimin e 7 ditëve që kam bë më herët, aty ka qenë vështirë edhe ditën e 5, edhe ditën e 6. Pra vetë ka nisë më rikthy energjia sikurse ha ushqim për ditë. Për të treguar se sa kam sinqerisht këtë gjë që po e bëj. Sepse po shoh shumë në komente që pej vullnetit mirë po më sugjerojnë, po më komentojnë për më rujt, mos me vazhdo më shumë se 7 ditë, edhe i falenderoj këtë juve që po komentoni për të mirën tim. Më kanë shkruar privatisht, më thonë që e rris kjo është e dëmshme për ty. Mirë, po unë i respektoj secilin prej juve, por i besoj trupit tim. Për me tregu se sa sinqerisht e kam. Para disa vite, 2023 nëse s'gaboj, pata synu për me hi në grevurie publikisht në sheshin e Prishtinës përballë kuvendit, edhe me kërku sigrim shëndetësor dhe jetësor për policinë e Kosovës, sepse është policia vetme në rajon, mos të në botë që nuk ka sigurimin shëndetësor dhe jetësor ende. Madje fatkeqësia është që edhe ne si qytetar nuk e kemi sigurimin shëndetësor secili ku njëre përgjithmonë e kishmi zgjidhur një problem të shëndetit. Pra unë aty kam synuar pa ta marrë një tent, edhe pa ta marrë ujë, pa ta marrë përgatitje, pa ta vesh me veshje termike që më u zilu pistocit, edhe pa ta vendosur me sakrifiku veten për hir të kolegëve të mesh, kolegëve të mesh, sepse unë kam punuar 5 vjet në policinë e Kosovës. Edhe në jetën ku pa ta dash me e përkujtuar një ngjarje të Osman Gashit, i cili patra heroikisht duke rënë mbi granat, kjo ka qenë para luftës, edhe ka shpëtuar shokët e vet. Pra, njëherë kanë gjujt një guri në kafën të Vellusha te rruga Bayram Kelmendi në Prishtinë, e kanë gjujt gurin, pastaj e kanë gjujt granatën, kurse Osman Gashi gjuhet për ta, mënyrë që mi pështu shokët e vet. Kjo është një heroizëm i rrallë, edhe unë pata pas dëshirë me e përkujtu veprën e tij. Në njëjtën kohë me marrë si shembull mu inspiru prej tij, edhe me ndërmarrë diçka për hir të kolegëve të mi, ku me idenë që mi bë deputet ton më ndi ose me rrit ndjeshmërinë në popull. Dhe nëse kishte dikush që rrin në shesh pa veç me ujë për ditët tona në ftoft, ma kish marrë mendja që kishme pas reagim qytetar. Është një blokadë që po e bën dikush. Edhe dihet plotësisht kush. Janë spitalet private ato që bllokojnë procesin e sigurimit shëndetësor. Sepse me sigurim shëndetësor, ku ti ke obligim me pagu muj për muj. Çmimet bëhen të barabarta si në publike ashtu edhe në private. Në njëjtën kohë ka njerëz vullnet keq që punojnë në spitalet e Kosovës, të cilët që është nuk janë të gjithë, ka shumë të mirë doktor, tepër të mirë. Mirë, po janë disa që janë vullnet keq që me qëllim nuk i funksionalizojnë disa pajisje që me shku në privat dhe me marrë shërbimin ku pagesat janë më të mëdha, edhe në farforme e rritën të hyrat atyre. Sigurimi shëndetësor është tepër me rëndësi, mirë, po ndikimi i grupeve të interesit nuk po e lën këtë punë mu zgjidh sot e 25 vjet pas luftës, që është marrë me të vërtetë është një turp i madh. Kjo është faji edhe jonë si popull, sepse kemi herë tek kësaj dukurie, pak a shumë se cila familje jemi ballafaquar me shpenzime të mëdha në spitale private kur i kemi çuar dashurit ton, sepse nuk e kemi pas një sigurim shëndetësor ku ti e paguam muj për muj. Vjen një smundje, i fundit përbashkët paguhet shërimi për atë person. Na kishte jetu jetë edhe këtu, sepse shumica e njerëzve që ikin për Kosovës ikin edhe për shkak të mungesës së sigurisë në shëndet. Këtu në Kosovë nuk hek për buk edhe për me pije, për me boqe. Këtu vun nëse të bjen një smuj. Edhe shumica e njerëzve këtë shqetësim e kanë, edhe kjo është arsyeja pse ikin. Arsyeja pse dështoj greva është se as komuna dhe as policia nuk më lan leje me qëndru aty. Edhe dëshat të sharojmë, këto patika që po i reklamoj une, këto nuk janë të mijat. Këto janë të një shqiptarit të Turqisë, një shqiptar perimej të Turqisë, shqiptar shumë i mirë, i cili ka investu u kthy në Kosovë, është martu në Kosovë, e fol shqipën pak zor, po e do Kosovën shumë. Perimej cilësi e lartë. Është likur jashtë dhe mrena, këtë që dënim me porosit, mundi me hi në faqen poshtë që kemi bërë tag lekur.leather online shop, ku mundi me porosit edhe mundi me undot kënaqur. Numrat janë prej 40 deri në 44. Faleminderit shumë për mbështetjen e juve edhe dëgjojmë nesër për videon e radhës.